Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Jemi në sesionin e tretë të forumit kombëtar Qeverisje për ndryshim, propozimet shoqërisë civile. Ky sesion i referohet edukimit, kërkimit shkencor dhe medias. Të gjithë janë duke na ndjekur online në platformën Zoom webinar, njëkohësisht edhe në kanalin e dedikuar të A2 CNN, partnerit ekskluziv të CNN në Shqipëri, cili është edhe media partner i këtij forumi. Do të çelim le të themi këtë sesion të tretë dedikuar edukimit, kërkimit shkencor dhe medias me profesor doktor Artan Hoxha nga Konferenca e Rektorëve. Faleminderit për ftesën, kam kënaqësinë të përfaqësoj Konferencën e Rektorëve. E vlerësoj shumë këtë forum dhe dëshirën që ne të ndikojmë me mendimet tona dhe me objektivat që ne përcaktojmë në fushat që përfaqësojmë në zhvillimet e vendit në 4 vjeçarin e ardhshëm dhe më tej, duke sensibilizuar forcat politike dhe ata që marrin përsipër drejtojnë vendin drejt interesave kombëtare, drejt interesave që kanë institucionet dhe fushat e caktuara në zhvillimin e tyre drejt perspektivave të ardhmes. Doja të thoja që institucionet e arsimit lartë sot janë në një moment të vështirë, janë në një moment ku situata e pandemisë tregoi që ne nuk jemi atje ku kërkohet që këto institucionet i përgjigjen zhvillimeve të arsimit në vend dhe interesave të zhvillimeve ekonomike dhe sociale, tregoi se ne jemi të financuar në kërkimin shkencor dhe në veprimtaritë e përmbushjes së misionit tonë, tregoi se nuk kishim kapacitetet e nevojshme digjitale të komunikimit dhe të vazhdimit të normalitetit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, duke u mbështetur në elementin tradicional të shkollimit në Shqipëri, tregoi se numri i madh i institucioneve të arsimit lartë i pa arsyeshëm në raport me numrin e popullsisë dhe unifikimi i programeve dhe i orientimi i tyre sipas nevojës dhe profesionalizimit të institucioneve të arsimit lartë, bëri që në këtë periudhë pandemie ne të dalim jo ashtu siç duhet në përballimin e situatës dhe në realizimin e misioneve që ne kemi. Ajo që unë do i kërkoja të gjitha forcave politike që aspirojnë të marrin drejtimin e vendit, është një orientim më i drejtë, më i saktë, më i plot drejt zhvillimit të arsimit lartë në Shqipëri. Të tërë thonë që arsimi i lartë është i rëndësishëm për zhvillimet e vendit, por pak bëhet. Kemi dëgjuar që të gjitha forcat politike kërkojnë të rrisin financimin dhe buxhetimin e arsimit lartë deri në 5% të GDP-s dhe që ne do ta mbështesim të plotësisht. Kërkimi shkencor pa financim është i pamundur. Nuk mund të kërkosh me rezultate, me pasoja reale nëse nuk financohet ky kërkim shkencor. Unë mendoj se një strategji e përbashkët e shtetit me arsimin e lartë për zhvillimet 10-15 vjeçarin e ardhshëm duhet jetë një nga prioritetet politike dhe orientime thelbësore të zhvillimit të vendit. Pa një veprimtari të përbashkët të institucioneve arsimore me institucionet përfaqësuese të shtetit për një strategji zhvillimi, unë mendoj se universitetet, institucionet e arsimit lartë do mbyllen vetvete, do krijojnë interesa të ngushta, por jo interesa kombëtare. Mendoj gjithashtu se ka ardhur koha
e riorganizimit të institucioneve të arsimit lartë, të cilat sot janë me një numër tej mase të lartë në raport me numrin e popullsisë. Ne jemi rreth 2.8 milion e gjysmë banor dhe kemi 41 institucione të arsimit lartë, një numër i cili nuk përputhet fare me nevojat e vendit, kemi një fragmentarizim të arsimit lartë, kemi një mungesë të orientimit të arsimit lartë sipas interesave të fushave të caktuara, kemi mungesa të specializimit të këtyre institucioneve, dhe ajo që doja të thoja është që ka ardhur koha e riorganizimit të institucioneve dhe rikthimit të Universitetit Tiranës si një institucion i madh i arsimit lartë, i cili sot është i ndarë në 4 institucione të tjera dhe që universiteti, shteti, duhet që të orientohet në 2-3 institucionet larta të arsimit lartë, të cilat me autoritetin e kërkimit, fuqizimit, uljes së kostove universitare, krijimit të 2 ose 3 mega universiteteve, do bëndet mundur që kërkimi shkencor sot të vi në një fazë që do të ishte revolucionare krahasimisht me atë që bëhet sot. Kështu që për ta përmbyllur një nga kërkesat pasaj që vjen vetëm për Universitetin e Tiranës, do ishte krijimi, ndërtimi i kampusit të Universitetit Tiranës, i cili universiteti më i madh, më me traditë, emri i universitetit, emri i arsimit lartë Shqipëri, është një universitet që i mungon kampusi universitar. Kështu që vëmendja për arsimin e lartë nuk duhet të jetë një vëmendje e deklaruar, po duhet të jetë e tillë që realisht të bëjë diferencën e asaj që ne presim nga arsimi i lartë në vitet që vijnë. Faleminderit. Profesor Dr. Hoxha, unë ju falenderoj për të gjitha gjetjet tuaja, problematikat që evidentuat, por edhe propozimet, veçanërisht për sa i përket një kërkese të vazhdueshme që vjen nga gjithë aktorët në fushën e edukimit, që është ajo përritjen e fondeve të akorduara nga buxheti i shtetit deri në 5% prodhimit përgjithshëm kombëtar nga 3.2-3.3% që është aktualisht, fonde një pjesë e cilave do të çonte pikërisht në zhvillimin e kërkimit shkencor, një pikë dobët, le të themi, e sistemit të edukimit në Shqipëri. Mbetur pikërisht në fushën e edukimit, arsimit dhe inovacionit, unë kam kënaqësinë t'i jap fjalën doktor Elona Karafili nga Forumi i Pavarur i Rektorëve. Ndërkaq për të gjithë panelistët, ju rikujtoj një rregull të vendosur që në fillim të këtij eventi, që koha e vendosur në dispozicion në 7 minuta. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Në vijim të fjalës së profesor Ertanit, ne ndajmë shumë shqetësime edhe si Forumi Pavarur i Rektorëve, pavarësisht se kjo strukturë që unë përfaqësoj është një strukturë e ngritur nga rektorët të universiteteve private në një periudhë ku dhe konferenca e rektorëve ishte jo aktive siç është aktivizuar tashmë, dhe u përpoqëm që të ndajmë bashkë ato shqetësime që kemi dhe t'i përcjellim ato te politik bërësit. Kështu që këto shqetësime që unë artikuloj sot janë të artikuluara vazhdimisht në takimet tona të përbashkëta dhe më herët me Ministrinë e Arsimit. Për të mos u bërë përsëritur, ne jemi shumë larg atij objektivi që kemi dhe vëmendjes që duhet i kushtojmë arsimit dhe kërkimit. Unë do e shikoja më shumë se sa në planin sasior, pra numri universiteteve për frym në planin e outputit më shumë se sa të inputit, çfarë po prodhojnë këto universitete dhe sa adreson ajo nevojat e tregut. Të gjithë statistikat flasin qartë, thonë që ka shumë për të përmirësuar në këtë drejtim. Ne kemi rreth 30% të rinis që futet rishtas në tregun e punës të papunë. Kjo është një shifër sa dyfishi i mesatares së BE-s, që tregon që ndërkohë që ka shumë universitete, ka shumë programe, ajo që gjenerojnë këto universitete dhe programe, jo gjithmonë adreson nevojat e tregut. Që kjo të ndodh ka një nevojë për një dialog më të strukturuar dhe më të vazhdueshëm mes universiteteve dhe industrisë. Por këtu mesazhi im për politik bërësit e ardhshëm
dhe për qeverisësit e ardhshëm është që nuk mund të jenë spektator dhe të lejnë që kjo gjë të ndodh kaq spontane, e pa nxitur, e pa mbështetur, pa incentiva, pa një rol pak më aktiv dhe të shtetit në këtë mes, si një nga ato helikat e triple helix. Sepse deri më sot ka pritur që kjo gjë të ndodh natyrshëm, dhe natyrshëm po ndodh shumë ngadalë, ose shumë pamjaftueshëm për të pasur një impakt që ne presim. Kështu që në këtë kuptim, nocione si edukimi dual, si entrepreneurial university, mund të fillojnë të jenë pjesë e agendave të politik bërësve në të ardhmen. E dyta, nuk po bëhem e përsëritur, por aspekti i financimit është i rëndësishëm. Ne nuk mund të themi e kemi prioritet arsimin dhe ta kemi prioritet vetëm në objektiva apo jo në buxhet. Prioritizimi duhet bëhet dhe në fondet që alokohen dhe nëse ka vërtet një fond, siç e thatë ju 3%, unë kam ca statistika tjera në fakt, po është dhe ky problemi statistikave që asnjëherë s'përkojnë. Unë referova buxhetit të vitit nga Ministria e Financave 3.3%. Jo, dakord, por ai buxhet shkon minimalisht në masën 95% në fond pagash dhe fond mbështetës për institucionet. Granti kërkimor, që është grant konkurrues, është as 5%. Do me thënë, flasim për realisht mundësi shumë të kufizuara që ne të prodhojmë një kërkim që e vendos arsimin ton në, s'po them të krahasueshëm me vendet e zhvilluara, po të krahasueshëm minimalisht me rajonin. Po e te kaloj këtë pjesë për të qëndruar dhe te koha, sepse kam dhe dy çështje tjera. Njëra ka të bëjë me nevojën për të mos parë si target të arsimit vetëm studentët, por për të parë edhe krahun ekzistues të punës. Ne edukimin gjatë gjithë jetës, edukimin e të rriturve, e kemi në nivele shumë të pamjaftueshme. Një studim i fundit i OECD-s thotë që pjesëmarrja e të rriturve në edukim formal ose jo formal është më pak se 10%, për cilës 1% në edukim formal. Kështu që këto skemat e të edukuarit gjatë gjithë jetës, sidomos aftësi, por disa ndërhyrje pikësore dhe në kuadrin ligjor janë shumë domosdoshme të bëhen. Ne kemi një kuadër ligjor që flet për autonominë e institucioneve të arsimit lartë, por kemi një mori aktesh nën ligjore që kanë ardhur duke e cunguar vazhdimisht këtë autonomi. Unë e kuptoj pse vjen kjo. Ne patëm një moment liberalizimi të arsimit, i cili e çoi lavjersin komplet në anën tjetër, dhe u abuzua me këtë gjë, dhe rezultatet janë të qarta për të gjithë, por ne nuk mund ta limitojmë abuzimin ose të pretendojmë se po rrisim cilësinë duke e kufizuar që në ligj atë problem që ne presim të ndodhë. Duhet forcuar monitorimi, duhet forcuar llogaridhënia dhe përgjegjshmëria e institucioneve të arsimit lartë, po institucionet e arsimit lartë duhet gëzojnë autonominë e tyre. Dhe nuk mund për të kërkuar gjelbërën në kashtë të djegim të gjithë kashtën. Unë me këtë parim jam, të forcohet monitorimi, të vlerësohet performanca periodikisht, por jo të cungohet autonomia e institucioneve. Kjo nuk mund të prodhoj atë rezultat që pretendojmë. Ju falenderit dhe njerë për ftesën edhe ju uroj punë të mbarë. Doktor Elona Karafili, unë i falenderoj për gjithë panoramën dhe gjetjet tuaja, padyshim dhe për propozimet me fokus kryesisht për mirësimin e kuadrit ligjor me qëllim rritjen e autonomisë institucioneve të arsimit lartë, gjithmonë paralel edhe me kontrollin dhe ruajtjen e cilësisë, pasi në finale ky i shërben si stafit arsimor ashtu edhe studentëve, të cilët diplomohen. Ndërkaq për dhënë kontributin e tij me ide, me gjetje në bazë të një eksperiencë shumë gjatë në fushën e arsimit lartë, do të kemi tani nëpërmjet platformës Zoom edhe profesor doktor Artan Fuga. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, falenderoj në rast të parë organizatorët për këtë ide shumë të mirë që kanë pasur dhe për mundësinë që na japin për të diskutuar. Ndaj shqetësimet edhe idetë edhe që paraqiti profesor doktor Artan Hoxha edhe profesoresha Elona Karafili, dhe i falenderoj për këtë rrugë në diskutim që kemi hapur, sigurisht ku shqetësimet janë të përbashkëta dhe ku bashkarisht kërkojmë të përmirësojmë situatën. Pas 8 vjetësh, mendoj, pas praktikave për reformën e arsimit lartë, ne nuk kemi akoma një studim qeveritar që të tregojë se cilat janë rezultatet e kësaj reforme që është ndërmarrë.
kemi fjalë propagandistike në mitingje periferike, për fushat elektorale, por që të maten parametrat qelës të performancës nuk ka akoma një studi. Ndërkohë janë ndryshuar disa ministra, disa zëvendësministra dhe askush nuk di më përgjegjësinë e atyre që janë arritur apo që s'janë arritur. Dhe më e keqja është se pastaj njëri bëhet kryetar bashkie diku, tjetri rikën emigrim, tjetra rikthehet nga erdhi, tjetri merret me ndërtimet në Tiranë, tjetri deli pa punë. Dhe madje edhe nga deputetët e Komisionit të Arsim Shkencës vetëm 2 e shumta 3 njohin nga brenda sistemi shkencor arsimor, mirë pa ata i bëjnë ligjin pa dëgjuar shumë. Pra është e qartë, unë mendoj se në radhë të parë duhet njohur një nevojë për vetë rregullim dhe një autonomi e shkallës më të lartë sistemit të arsimit të lartë edhe të shkencës. Kemi një ligj për Akademinë e Shkencave që, siç e pranojnë deputetët tani, bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë dhe një ligj për arsimin e lartë që ndalon veprimtari për të cilat Akademia e Shkencave kryen aktivitete dhe merr financime në mënyrë arbitrare dhe pa konkurim publik nga qeveria. Kemi studime që priren të vërtetojnë krijimin e imunitetit të tufës, të financuara nga qeveria, në kohën kur epidemia Covid ka arritur pikën e lartë edhe ndofta më të lartë të vdekjeve ditore. Kemi mijëra të rinj që ikin për studime universitare jashtë shtetit, anë e mbanvendit mbyllen profile studimesh për mos regjistrim studentësh, pra jo si rezultati një strategjie transformimit tyre në ndërtimin e politikave të Ministrisë së Arsimit, por na shfaqen si dështime të paparashikuara. 2 vjet më parë, studentët dolën në rrugë për dëshmuar varfërinë dhe pakënaqësinë e tyre dhe si përgjigje deri më sot kanë marrë fjalë, po pa ndonjë ndryshim të situatës, sikurse u vu në dukje edhe nga paraforcët. Për të mos folur pastaj për skandalin e tezës letërsisë provimit maturës, me qendërhallet e një personazhi hilarizues turit, që ngjante më tepër një allakatje psikopatologjike, çka reflekton një farë kaosi në cilësinë e arsimit para universitar. Kjo çoi në të parën demonstrat nxënësish spontane, ndofta në historinë e Europës, ku nxënësi kritikonte mësuesin për mos formulim të mirë të pyetjeve. Prandaj jemi në një situatë ku shumë parametra na dalin problematik. Gjithashtu një reformë e vërtet nuk mund të konceptohet nga 3 ose 4 vetë të cilët mund të jenë politikanë të mirë, por që nuk e njohin nga brenda sistemin arsimor të lartë edhe shkencor. Mbi gjitha kërkohen të përcaktohen të gjitha degëzimet, allkat sistemike, ku duhen bërë korrigjimet, ndërhyrjet në nivelet administrative, financiare, shkencore, që sot ende janë të pa eksploruara. Unë do të ndalem në disa mendime rreth situatës, sepse mua më duket se ne duhet të ndajmë mirë qartë disa qëllime të studimeve. Pra, ka studime që mund të bëhen universitare thjesht për të rritur nivelin kulturor qytetarit, ka profile studimesh që duhet synojnë së dyti specialist, krijimin e specialistëve të lartë për fushat ndryshme të shoqërisë, së treti profile studimesh që çojnë në profesione praktike, të cilat duhet të arrisin peshën e tyre, si dhe studime ekselencë në fund që diplomojnë elita teknokratësh dhe administratorësh talentuar, gjë që ne ende nuk e kemi. Të gjitha këto janë të përziera sot në një nebulozë amorfe për shkak të ngurtësisë të ligjit. Nga ana tjetër, unë po ndalem në disa probleme të shpejta. Tregu shqiptar i arsimit lartë unë mendoj ka nevojë të hapet gjerësisht. Jo vetëm ndaj shqiptarofolësve të Ballkanit, por ndaj gjithë të rinjve të Ballkanit dhe më gjerë. Politikat e kuotave që kalojnë nga Ministria e Arsimit u ka ardhur koha të tregohet se janë si vrima gjylpore ku nuk kalon dot qarkullimi i studentëve dhe i pedagogëve tashmë në një Ballkan, në një Europë të hapur, në një botë të demokratizuar. Maturantët shqiptar për mua nuk kanë pikën e arsyes që të mos shkojnë lirisht dhe drejt për drejt konkurrojnë për një vend studimi në universitetet e gjithë vendit, atje ku ata dëshirojnë, por të detyrohen ende të kalojnë në kontrollin e agjensive të ministrisë për të
shpërndar ajo atje ku i duket më mirë. Provimet e maturës ka nevojë të shkëputen nga thonjtë e stafeve të shkollave të mesme, ku gëlojnë favoritizmat dhe privilegjet për militantët dhe presionet ndaj mësuesve, duke u organizuar në nivel qëndrash qarqesh në salla dhe stadiume të mëdha. Kriteret e ekselencës në kontroll të fortë publik, më mirë se kushdo i vendosin dhe i masin vetë universitetet përkatëse. Ka ardhur koha të jepet fund klonimit dhe mbivendosjes të departamenteve të ndryshme të universiteteve të ndryshme që titullohen me fusha studimesh uniform dhe homogjene, po të kërkohet që çdo profil i ri studimesh që identifikon një njësi bazë të ketë specifikat e veta patjetër të dallueshme prej të tjerëve. Nuk mundet që peizazhi universitar shqiptar të jetë akoma nën paragjykimin e hierarkisë në vlera midis universiteteve që ndodhen në Tiranë dhe atyre dytësore në rrethe ku e vërteta është se nuk dihet shumë se çfarë bëhet. Krijimi i katedrave të ekselencës në universitete të ndryshme, pa përsëritur njëra tjetrën, mund të ishte hapi i parë i profilimit të ndjeshëm të universiteteve shqiptare, çka do të gjallëronte periferinë e vendit dhe do të ndihte edhe decentralizimin real të dinamikave urbane dhe kulturore. Të shkoj ta zëm në Universitetin e Gjirokastër se atje bie fjala do të kishte një fakultet gjuhë e letërsie më të mirë në vend, dhe jo sepse nga që jam me banim në Memaliaj dhe nuk më doli e drejta i studim në Universitetin e Tiranës, s'më mbetet veç se të shkoj në Universitetin e Gjirokastërës. Nuk kam arsye që studentët në universitet publik apo privat të mos regjistrohen në më shumë se një provil studimesh, njerësh ose brenda një afati të caktuar disi më të gjatë. Nuk ka përse vazhdohet me mendësi të viteve 70 një njeri një bushë studimesh gjatë gjithë jetës. Nuk ka arsye që studentit mos bëhet kohartues i programit studimeve dhe ta zgjidhë vetë ai pistën e diplomimit nisur nga një listë e gjatë propozimesh lëndësh të bëra nga stafi i profesoratit. Tirana ka nevojë për ëndrrën e një qendre dokumentacioni dhe biblioteke qendrore universitare me rrezatim kombëtar, sikurse e ka çdo universitet i madh në Europë, ku unë shoh një kull të vetme, ndofta të vetme në kull që do të gjeneronte dritë dhe jo shkatrim, me disa kate mbi tokë dhe paqë nën tokë, pajisur me libra dhe dokumentet për studim bashkëror, për mira vende studimi atje për universitarët. Unë ndërroj që vlerësimet e diplomave të çojnë në një ndofta në një diferencim të njohur normativisht të tyre në evolucionin e kohës, në varësi të cilësisë të universitetit që i ka dhënë ato. Diploma me nivele të ndryshme sipas niveleve të universiteteve në kohën e dhënies tyre, në vend të një shpate Damokleu politike mbi aktorët universitar me rrezikun e mos certifikimit të tyre në çdo 4 vjet. Ka nevojë që njësitë publike, pse jo dhe private, të kthehen në asete ku bashkëpjesëmarrës në aksione mund të jetë shteti, vetë universiteti, pse jo dhe personeli pedagogjik, si dhe bizneset të ndryshme të interesuara. Financat universitare, sikurse të gjitha financat, kanë vënd t'i administroj ai që jep parat, jo me borde inkompetente të zgjedhurish, pasuar me individ që vinë atje thjesht si militant partijak, atë njohur ministrash, pa asnjë afatgjatësi strategjike në vizionin e tyre. Vinë e ikin çdo 4 vite sipas ligjit. Nuk matet cilësia e universiteteve kryesisht me inputet, siç deri më sot, por me outputet, pra me atë se çfarë japin si rezultat, jo me atë që kanë si kushte paraprake. Askush nuk mat kështu rezultatin e punës. Kriteret bazë vlerësimit të universiteteve janë arritjet në punën shkencore, niveli dijeve i matur dhe nga provime kombëtare për lënë bazë, si dhe nga aftësia për të ndërtuar programe studimesh që punësojnë dhe japin impulse zhvillimit kombëtar. Për mua, sistemi notave ka nevojë të kalojë me 20 ose 30 pikë që të dallojë mirë cilësinë e përgatitjes studentore. Mbi të gjitha, vendi ka nevojë për një diversitet qendra shkencore dhe jo prirje si ato të Akademisë Shkencave, ndërtuar në formë staliniste, që kërkon në kundërshtim me vetë ligjin në fuqi të monopolizojë drejtimin e kërkimit shkencor të vendit, pa pasur asnjë potencial për të. Nuk po zgjatem më tej, por një reformë e arsimit lartë nuk është thjesht një program elektoral për vota, dhe kjo është kërkesa që unë do të kisha për ata, siç tha profesor Hoxha, që kërkojnë qeverisin në vitet e ardhshme, por është përpjekje pa kompromis për ta bërë kombin më të mençur. Jemi akoma larg. Ju falenderoj.
Faleminderit profesor doktor Fuga për të gjitha propozimet tuaja, por edhe për panoramën e qartë për sa i përket situatës në sektorin e arsimit të lartë. Për të mbetur pikërisht në këtë çështje kam kënaqësinë tani t'i jap fjalën zotit Fation Dragoshi nga Swiss Contact. Përshëndetje, faleminderit për këtë nisëm dhe mundësinë që shumë njerëz që kanë diçka për të thënë për politikë bërjen, por nuk duan të jenë në politikën aktive të përditshme, kanë mundësi të thonë diçka dhe të çojnë mesazhet e tyre. Do doja ta filloja duke parashtruar pak situatën në mënyrën se si unë e shoh si person që prej vitesh po angazhohem me arsimin profesional, por mbase duke e filluar kështu. Unë nuk besoj tek sindroma që ne na duhet një ligj. Nuk besoj se gjërat zgjidhen vetëm me ligjin e radhës dhe thënë kjo, mendoj që është rëndësishme të theksoj që unë e vlerësoj reformën që ka filluar në arsimin profesional dhe si parafolësit mendoj dhe besoj fort që është shumë rëndësishme që reformave t'i japim kohë dhe të shohim se si përpjekjet e shumë aktorëve për të ndërtuar praktika të mira të mund të sjellin rezultate dhe aty pastaj të fillojmë të ndërtojmë. Arsimi profesional mbetet në shoqërinë shqiptare si një arsim i dorës së dytë. Është për të ardhur keq me thënë drejtën që vetëm 16 deri në 18% e të rinjve zgjedhin që të shkojnë në arsim profesional krahasuar pastaj me 82 deri në 84% që shkojnë nëpër gjimnaze apo në shkolla social-kulturore. Duket sikur ka një tendencë në shoqërinë shqiptare që jo të mësuarit gjatë gjithë jetës, po të mësuarit gjatë në fillim të jetës. Dhe mua më duket sikur kjo e dëmton shumë potencialin rinor në Shqipëri dhe jo vetëm. Në vendet e Ballkanit Perëndimor ne kemi nga 60 deri në 75% të rinjve që zgjedhin arsimin profesional dhe në ekonomitë e zhvilluara të vendeve të OECD-s këto shifra variojnë diku nga 55 deri në 75%. Ka diçka shumë gabim, mendoj unë. Dhe kjo nuk është çështje e ministrit radhës që do bëjë ligjin e radhës, absolutisht, por teksa flasim për politikë bërje, sigurisht është rëndësishme që të investohemi për të filluar për të ndryshuar mendsinë e një shoqërie të tërë. Dhe aq më tepër që jetojmë tashmë në një epokë ku të gjithë ata që do fillojnë punë në vitin që vjen do të jenë duke ndryshuar një 22 vende pune duke punuar në 4-5 sektorë të ndryshëm. Është kështu, pavarësisht se çfarë do thonë politikanët, tashmë të gjitha studimet këto sinjale na japin që të thotë të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe jo vetëm shumë gjatë në fillimin e jetës, është mënyra më e mirë për të marrë maksimumin karrierës profesionale. Pika dytë që doja të ngreja është që në arsimin e mesëm profesional kemi një normë të diplomimit ose një output rate nëse mund ta quaj diku në nivelin 60%. Në vendet e OECD-s kjo varion diku tek 80%. Arsyeja kryesore e një norme kaq të ulët të diplomimit është e lidhur kryesisht me largimet e të rinjve jashtë vendit. Megjithatë, çfarë duhet mbajtur në konsideratë është që edhe për ata pak që diplomojnë, norma e punësimit është diku tek 45%. Në vendet e OECD-s kjo shifër është diku tek 60% dhe ne duhet të punojmë shumë si shoqëri që të arrijmë këto shifra. Një tjetër element shqetësues është që edhe ata që punësohen 56% e tyre, nga ata që diplomojnë arsimin profesional, pavarësisht nëse janë institucione publike apo jo publike, 56% punojnë mbas një viti në vende pune që lidhen me fushën e studimeve të tyre. Diçka është gabim këtu me kompanitë, diçka është gabim me të rinj që po kërkojnë të fillojnë punën e tyre ose jetën e tyre profesionale në një vend pune që nuk lidhet me fushën e studimeve. Dhe po të shohësh këto statistika që unë po përmend, nëse 100 të rinj regjistrohen në arsim profesional në klasën e 10, vetëm 15 prej tyre do të jenë duke punuar në kompani si specialistë të mesëm, në kompani të industrive për të cilët këta të rinj kanë filluar dhe kanë zhvilluar studimet e tyre. Është një problem serioz i mungesës së eficiencës. Kohët e fundit kompanitë kanë filluar të angazhohen në ndërtimin e kurrikulave dhe në ofrimin e arsimit profesional përmes praktikave profesionale në vendin e punës. Numri është relativisht i vogël, jemi duke folur diku prej 2000 deri në 2200 kompani, të cilat angazhohen, por shumica janë mikrokompani. Në shumicën e rasteve kompanitë nuk kanë specialistë që të lexojnë dhe të kuptojnë kurrikulat. Jo vetëm në arsimin profesional, mendoj që edhe për te, por gjithmonë dëgjoj një refren që kompanitë thonë nuk bëjnë kurrikulat. Në fakt, kur i pyet konkretisht i kuptojnë që ata nuk dinë t'i lexojnë kurrikulat. Dhe
Nëse fillojmë të mendojmë për te mirë si mundet një kompani që të ketë këto kapacitete, ndoshta dhomat e tregtisë apo organizatat e ndryshme të biznesit do duhet të kishin këto kompetenca. Shumica e tyre nuk kanë kapacitete për të kontribuar në proceset e standardet të përditësimit të skelet kurrikulave. Përrjedhoj, dhe kjo mendoj që është rëndësishme, pavarësisht përpjekjeve për të përmirësuar sistemin, oferta vjen të mbetet supply driven, nuk e di tash fjalën, po do e gjejmë, dhe nuk azhurnohet me profesione të reja, dhe duke mos pasur profesione të reja në listën e profesioneve që ofrohen në arsimin profesional. Arsimi profesional vazhdon të bëhet edhe më pak joshës për të rinë në Shqipëri. Dhe ne jena fut tashmë në një rreth vicioz. Të pasigurt mbi aftësinë e kompanive për të ofruar praktikë profesionale, cilësore, autoritetet publike e limitojnë kohën e parashikuar në kurrikul, që nxënësit mund të mësojnë në kompani duke mbajtur diku në nivele 2.5 deri në 6 orë në javë. Kjo është shumë pak. E fundit, për ta mbyllur në parashtrimin e problematikave që unë vërej, niveli 5 i kualifikimeve, pra pas të mesmes dhe para universitetit, po ofrohet në 3-4 vitet e fundit nga një numër i konsiderueshëm institucioneve të arsimit të lartë, qofshin ato publike apo jo publike. Në dijenin time dhe në të kuptuarin tim, vendimet nuk merren bazuar në studimet e tregut. Dhe qasja e ofrimit kryesisht është si për ato programe akademike. Tash të bëjmë arsim profesional të nivelit 5 duke aplikuar metodikat e arsimit akademik, kjo është një mënyrë e sigurt për të dëmtuar edhe ata të rinj që kanë një farë aspirate për të kontribuar në ekonomi me këto profile. Unë kam 2 propozime kryesore dhe pastaj disa prej atyre të tjera që i shifsha si në nivel të dytë, u përmendën nga parafolësi, kështu që s'duhet përsëris veten. 2 pika. E para është ngritja e mekanizmave mundësuese për kapacitimin e kompanive, qoftë përmes organizatave të industrive apo dhomave të tregtisë apo nuk e di se çfarë strukturash për të kontribuar në sistemin e zhvillimit të aftësive me shkollat profesionale. Ofruesit e arsimit lartë profesional, qendrat e formimit, publike apo jo publike. Këtu nuk po flasim për një administratë që s'funksionon, po këtu po flasim për një sektor i arsimit profesional që duhet më këmbur duke përfshirë sektorin privat. Duhet kapacituar sektorin privat. Për fakt keq nuk është në lartësinë e duhur. Baza ligjore ekziston, është mundësuese ajo bazë ligjore, është incentivuese për kompanitë për të përfshirë në proceset e përditësimit kurrikulave apo ofrimin e moduleve të praktikës profesionale në vendin e punës, por politikbërësit duhet fillojnë të investojnë më shumë vëmendje angazhimit konkret të kompanive në arsimin profesional. Pika e dytë, investime strategjike duke aplikuar modalitete mbase të partneritetit publik-privat, e turpshme ndoshta që ndjehemi të gjithë të sikletosur kur e përmendim këtë term, po unë besoj fort të kjo filozofi, investime strategjike për digitalizimin e arsimit profesional, qoftë në infrastrukturë, pajisje, trajnimin mësimdhënësve nëpër shkolla dhe kompani e kështu me radhë. Arsyeja pse e sjell këtë propozim është sepse ne djali im është 9 vjeç, i përket gjeneratës alfa, mbas 5 vitesh gjenerata alfa do të shkojë në shkollat e mesme të arsimit profesional. Gjuha që kupton dhe flet djali im 9 vjeçar sot dhe gjuha që mendon dhe flet një mësues kur të shkojë ai mas 5 vitesh në një shkollë të mesme, qoftë profesionale apo jo, do të jenë 2 gjuhë, 2 botë krejt të ndryshme. Nëse ne nuk përshpejtojmë përpjekjet tona për digitalizimin e arsimit dhe specifikisht unë kam ardhur të flas për arsimin profesional, ne do të kemi mas një 5 vitesh 2 epoka të ndryshme që do të jenë në një sallë. Promovimi i mësimit kombinuar, pra mes digitales edhe përballë, është e detyrueshme nga gjenerata alfa. Situata e pandemisë vetëm se na ka vënë gjithë të rreshtuar tashmë për të mbështetur sa më shumë vazhdimsinë e biznesit, po themi për shkollat dhe universitetet, për të organizuar mësimin në platforma digjitale, por gjithçka që ne bëjmë dhe do të bëjmë në të ardhmen duhet nisur nga kjo premisë. Gjenerata alfa po vjen nëpër shkollat tona. Faleminderit. Zoti Dragoshi, unë ju falenderoj për prezantimin tuaj, për gjetjet, në mbështetje të asaj që thatë për partneritetin publik-privat, në fakt janë instrumente që zbatohen në të gjithë botën, problemi është vetëm në mënyrën se si zbatohen, kontrolli, prioritizimi i projekteve. Këtu është diskutimi i madh që bëhet e ku dallon Shqipëria. Media është një tjetër fushë, e cila ka një ndikim shumë të madh te publiku, te shoqëria në tërësi edhe që flet shumë jo vetëm për demokratizimin e vendit, por edhe nivelin e zhvillimit të shoqërisë dhe problematikave të saj.
Padyshim që media sot është e rëndësishme, mbetet kanali kryesor i transmetimit të informacionit, kanali preferuar, por nga ana tjetër ka dhe problematika të shumta, edhe për diskutuar pikërisht me këto problematika apo propozime të ndryshme për përmirësim, kam kënaqësinë t'i jap fjalën zotit Aleksandër Çipa nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar. Faleminderit organizatorëve për këtë ftesë që i bëhet Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Unë dua të sjell në vëmendjen tuaj 3 probleme të cilat janë të lidhura pasgjithshmërisht me aktualitetin e sotëm të shoqërisë sonë, por në mënyrë specifike i adresohen komunitetit tonë profesional. Së pari, ne nuk mund të tejkalojmë atë realitet që ka shkaktuar pandemia. Komuniteti jonë është një komunitet në risk të madh për shkak të raportimeve nga tereni dhe kryesisht nga institucionet e shëndetit publik. Shumë prej reporterëve dhe kryesisht ata lokal, por kryesisht të mediave audiovizive, janë të gjendur në mjedisin me një risk të lartë, dhe si të tillë, në asnjë moment, në gjithë harkun kohor të një viti e më tepër, nga institucionet e shëndetit publik dhe nga institucionet e Republikës së Shqipërisë, nuk ka një akt preventiv i cili mund të marrë në konsiderat këtë risk të gazetarëve në terren të Republikës së Shqipërisë. Së dyti dua të sjell në vëmendjen tuaj nevojën e një qasje tjetër të proceseve vetë rregulluese dhe të proceseve që rregullojnë realitetin mediatik në Shqipëri. Ju e dini shumë mirë dhe opinioni publik është në dieni që për një hark kohor më shumë se 3 vjet në mjedisin e debatit publik ka pasur një referencë kundërshtuese të komunitetit gazetarëve shqiptar për nismat e ardhura nga pushteti politik apo institucionet politike për rregullime, të cilat janë përballur me një qëndrim en blok të gjithë spektrit të organizatave të gazetarëve dhe të komunitetit të medjave në përgjithësi dhe të gazetarëve po ashtu. Kjo ka bërë të mundur që si asnjëherë tjetër të ketë një solidaritet të mishëruar në qëndrime institucionale dhe deklarata pasuese nga organizatat më prestigjioze të medias në hapësirën globale. Ne nuk jemi një komunitet që refuzojmë 2 nga aspektet që formsojnë një medalje me 2 anë, që është kriza e rregullimit dhe kriza e vetë rregullimit në mjedisin ton profesional. Por prevalimi i proceseve vetë rregulluese, solidariteti për ngritjen e institucioneve vetë rregulluese dhe kryesisht për ato institucione ekzekutive vetë rregulluese, dhe këtu Unioni i Gazetarëve Shqiptar ndan një optik vetjake, duke i mshuar faktit që këto institucione vetë rregulluese do të mundsojnë krijimin e një mjedisi më të pastër, pa ndotje kaq të lartë etike dhe natyrisht edhe duke marrë në konsiderat atë kaos të shkaktuar prej vërshimit dhe mundësisë së përdorimit të infrastrukturës virtuale në mjedisin shoqëror dhe sidomos në atë hapësirë ndërkombëtare të internetit. Këto qasje do të bëjnë të mundur që të krijohet një diferencë kualitative midis komunitetit profesional dhe qytetarit gazetar. Në këtë pikpamje mendojmë se një solidaritet i brendshëm i të gjitha strukturave tona vetë rregulluese, të cilat fatkeqësisht janë të munguara, i organizatave që formsojnë një investim profesional në kohë dhe natyrisht edhe në terren, si dhe i editorit shqiptar. Dhe këtu gjej rastin të bëj një apel për editorin shqiptar. Ka qenë një proces i munguar solidariteti dhe nismat e ardhura prej editorit shqiptar në gjithë spektrin multimedial të medias shqiptare. Nismat të tilla në kushtet e një krize të shkaktuar më së shumti edhe prej valimit të fake newsit dhe të thashethemit dhe të ndotjes së madhe etike, do të bëjë të mundur që të rikthejë edhe një herë besueshmërinë e opinionit publik, e audiencave tona ndaj mediave dhe ndaj artikulimit që bëjnë gazetarët përmes mediumeve. Dhe së treti duhet sjell në vëmendjen tuaj krizën e gangrenizuar të informalitetit në mediat shqiptare. Dhe këtu i referohem aspektit më të investuar si reagim dhe qëndrim, si le themi një proces periodik të ruajtur në artikulimin dhe denoncimin e së vërtetës prej Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Kuotat e informalitetit të marrëdhënieve të punës dhe jo vetëm ato në skenën mediatike të vendit janë
ndoshta nga më të lartat në rajonin e hapësirës së Ballkanit Perëndimor dhe fatkeqësisht edhe në kuadër të Evropës juglindore, ish Evropës juglindore. Në kushtet kur në raportet e detyruara të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe këtu referohem raporteve institucionale e kondicionojnë çështjen e informalitetit të medias dhe raportin e rregullimit të medias në Shqipëri, është çasti që autoritetet institucionale, ligjbërëse dhe ligjzbatuese në Shqipëri të risjellin një qasje tjetër të reagimit dhe të veprimit, natyrisht pa çeduar dhe pa cënuar as lirinë e medias dhe as lirinë e gazetarit. Faleminderit. Zoti Çipa, unë falenderoj për panoramën e gjerë që ju bët për sa i përket situatës në cilën ndodhet media sot në Shqipëri, por edhe propozimet që ju artikuloni si një formë për të rritur besueshmërinë e publikut tek media përballë problematikave të tilla siç ju thatë, ajo me etikën përballë edhe një numër shumë të madh portaleve fal zhvillimit edhe të rrjeteve sociale apo edhe informalitetit që fatkeqësisht shoqëron tregun e medias tashmë prej 30 vitesh. E përmbetur pikërisht në diskutimin për sa i përket përmirësimit të situatës së medias në Shqipëri. Kam kënaqësinë t'i jap fjalën zotit Coloredo Cukali nga Këshilli Kombëtar i Medias. Këshilli Shqiptar i Medias. Duhet ju falenderoj shumë për këtë ftesë, për një arsye të thjeshtë, që në përgjithësi në këto takime ka kryesisht debat, ka përplasje, rrallë bën ftesa për të ofruar zgjidhje. Kështu që është, për mua është e rëndësishme që mbasi kemi bërë debat disa vjeçar, përballë tentativës për të rregulluar media, është mirë që të flasim edhe për çfarë alternativash ka dhe çfarë mund të bëhet për të përmirësuar. Sepse në përgjithësi kjo është jashtë fokusit të debateve, edhe për faktin që dëgjova një fjali që më pëlqeu shumë, edhe për faktin që nga parafolësit, që qeveria e konsideron në këtë rast median si armik. Pra që në qasjen e parë, ti nuk pret asnjë zgjidhje, sepse konsiderata është që ky është armiku. Është e panevojshme, por ndoshta duhet theksuar që media nuk mund të jetë kurrë partneri i qeverive. Media ka vetëm një detyrë që t'i bëj skaner qeverisjes. Çfarë do të qeverisje tjetë ajo? Ne duhet fillojmë shqetësohemi kur media bëhet palë me qeverinë dhe kur media bëhet PR i qeverisë. Ky është shqetësimi, ky është problemi i madh i medias sot. Kështu që në këtë aspekt unë them që kjo lloj qasje, duke konsideruar median si armik, ka bërë që t'jemi këtu, që mos mendojmë për zgjidhje, por ne kemi 3 vjet, siç e tha dhe zoti Çipa, që harxojmë energji për të luftuar kundër një paketë antishpifje, e cila nuk është miratuar sepse janë gjithë kundër. Po unë nuk do të rri shumë tek paketa antishpifje, sepse ju me siguri keni dëgjuar shumë. Ishte fati keq që jemi marrë shumë me këtë, por dhe fati mirë që kjo situatë solli edhe nevojën për të folë për zgjidhjet për median, sepse problemet janë, dhe media ka shumë probleme. Unë gjykoj që problemi, për të dhënë pak kontekst përpara se të kalojmë te zgjidhjet, duke tentuar të jem sa më shkurt, problemi kryesor i medias shqiptare sot është modeli i biznesit. Jo vetëm media shqiptare, por edhe media botërore këtë problem ka. Modelin e biznesit. Sepse një media i shërben atij që paguan. Nëse deri dje paguan te publiku, duke bler gazetën, sot çuditërisht publiku shqiptar, po edhe bota e kërkon informacionin falas, pra nuk duan paguajnë. Nuk ka informacion falas, dikush paguan. Dhe nëse nuk paguan publiku, paguan dikush tjetër. Mund të jetë biznesmeni i pasur, mund të jetë politikan i pasur, mund të jetë edhe mafja që paguan për informacionin. Kështu që ky është problemi i madh i medias shqiptare sot, modeli i biznesit. Unë do doja në mënyrë do them vetëm diçka shkurt për vetrregullimin, ne kemi nisur vetrregullimin pavarësisht situatës, pa shumë zhurmë. Ne kemi një grup mediash që janë 23 media tani, të cilat janë pjesë e një procesi dhe një mekanizmi vetrregullues i parë në Shqipëri, quhet Aleanca për Mediatike. Janë 23 media që të ofrojnë mundësinë që ti të ankohesh. Pra kush ka një ankesë në faqet në internet të këtyre 23 mediave mund të bëjë një ankesë menjëherë. Një ankesë e cila shqyrtohet, ka një procedurë dhe ne kemi marrë shumë ankesa edhe kemi bërë dhe shumë zgjidhje problemesh. Pra vetrregullimi ka filluar të funksionojë. Tash unë desha të kaloj te kjo pjesa e ofrimit të zgjidhjeve. Pra edhe më tepër janë ide për çfarë zgjidhjesh ka nevojë. Nga pikpamja ligjore
mendoj dy gjëra janë shumë të rëndësishme për të pasur në vëmendje. E para është që gjykata shqiptare duhet ta njohin vetërregullimin. Pra gjykata shqiptare duhet ta ketë dhe gjykatësi shqiptar duhet ta kenë parasysh që ka një proces vetërregullues, të cilat ata duhet ta marrin parasysh kur trajtojnë nëse ankesat shkojnë deri në gjyq. Dhe kjo ka nevojë për lobim, ka nevojë për diskutim, por ky është një proces që duhet bërë. Gjëja tjetër që unë do doja të propozoja është modeli i vetërregullimit që Shqipëria duhet të ndjekë. Unë jam vetë partizan i modelit kosovar, sepse është modeli në këndvështrimin tim që i përshtatet më mirë Shqipërisë, është një model që është përpunuar aty në ato huajt, dhe është një model që funksionon shumë mirë. Modeli kosovar në princip është i tillë. Me ligj njihet procesi i ndërmjetësimit i vetërregullimit. Pra ligji, përpara se ti të shkosh dhe të hedhësh dikë, një gazetar apo një media në gjyq, të kërkon të shkosh të bësh një ndërmjetësim vetërregullues, të tentosh ta zgjidhësh pa ardhur në gjykatë. Dhe ka shumë çështje që mund të zgjidhen pa shkuar në gjykatë. Pastaj si në gjithë botën, nëse ky ndërmjetësim dështon, palët janë pa kënaqura nga ndërmjetësimi, shkojnë në gjykatë edhe gjëja zgjidhet atje. Në planin ekonomik, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të gjitha palët në Shqipëri, jo vetëm politika, po edhe biznesi, ta kenë vëmendjen te vetërregullimi, sepse është një proces që zgjidh shumë halle, edhe të tyret, po edhe të tjerëve, pra dhe hallet e shoqërisë. Pra shoqëria bëhet më shëndetshme me këtë proces. Kështu që unë do doja që bizneset, fondacionet apo institucionet që subvencionojnë mediat, të kenë një vëmendje vetërregullimi. Do me thënë, ti nuk mund të financosh një media e cila e injoron vetërregullimin. Nëse një media nuk pranon të jetë proces vetërregullues, do thotë që kjo media nuk ka asnjë lloj përgjegjësirie ndaj qytetarit. Është një media që nuk do që ankesat të trajtohen në mënyrë të pavarur. Dhe kjo media nuk meriton të mbështetet. Pra, unë mendoj që në planin ekonomik ne duhet shkojmë drejt këtij vizioni që duhet mbështetur ekonomikisht ajo media e përgjithshme që pranon vetërregullimin. Sepse për ta thënë trosh ka shumë media që nuk e duan vetërregullimin. Nuk e duan sepse duan anarki në fakt. Dhe procesi vetërregullimit është një lloj gjëje që do t'i vërë në fundit përballë shkeljeve të etikës. Mirë do ishte një ulje taksës për mediat e reja. Mediat e reja tentojnë të prodhojnë informacion, pra ato trajtojnë një lloj si një fabrikë që prodhon këpucë. Pra, nga pikpamja takсave nuk kanë asnjë lloj dallimi nga një biznes tjetër. Dhe kjo rëndon shumë punën e tyre. Dhe pastaj rëndimi i punës është rënje cilësie etj. Etj. Dhe gjëja tjetër është që ne duhet ta ndihmojmë median që të ndryshojë modelin e biznesit, por ky është gjithashtu një proces i gjatë, ka nevojë për ndihmë europiane, ka nevojë për shumë diskutime se si duhet ndryshuar ky model biznesi, se si media duhet të rikthehet për të shërbyer publikut dhe publiku duhet të jetë pjesë edhe financimit të medias. Në planin politik kam 2-3 sugjerime. E para është vullneti politik. Vetërregullimi mund të zgjidhë disa nga problemet e medias. Por problemet thelbësore që ka media sot është ndërhyrja, përzierja shpesh dhe okulte e politikës me ekonominë dhe me median. Këto lidhje okulte duhen prerë. Dhe kjo nuk mund ndodh pa një vullnet edhe politik dhe sidomos politik. Ka nevojë edhe për ndërtim ligjesh, jo për të kontrolluar median, po për të kontrolluar konfliktin e interesit të bizneseve me median. Dhe kjo është gjëja kryesore që do zgjidhte shumë probleme që ka media shqiptare sot. Nga ana tjetër, flitet për fake news, por injorohet se si duhet zgjidhur problemi i lajmeve të rreme. Këtu bota ka një princip. Lajmet e rreme nuk i zgjidh qeveria. Këtu ka pasur një përpjekje që qeveria të bëjë pikërisht gjë, të kontrollojë lajmet e rreme. Nuk mund të kontrollojë qeveria lajmet e rreme. Sepse nuk ka tagrin për ta bërë këtë punë. Dhe në përgjithësi lajmet e rreme nuk kontrollohen. Lajmet e rreme luftohen vetëm në një mënyrë, me edukim mediatik. Pra, ne duhet i mësojmë që të vegjël, që në shkollat e mesme, ndoshta edhe më herët, duhet i mësojmë fëmijët që të kuptojnë dhe të njohin informacionin, të dinë ku ta kërkojnë informacionin. Të mësojnë të ballafaqojnë burimet e informacionit, mos shkojnë vetëm në një burim informacioni që mund të jetë dhe i rrem. Zoti Cukali, ju lutem të respektoj minutazhin për 7 minutash. Yes. Kaq kisha, domethënë, pak a shumë e përmbledhur, ju falenderoj
për kohën që ndatë. Dhe Cukali, shumë faleminderit edhe për propozimet tuaja, për edhe shqetësimet shtesë që ngritet që padyshim plotësuan një panoramë të përgjithshme të gjendjes në cilën ndodhet media sot. Nga ana tjetër shumë e rëndësishme mbetet digitalizimi dhe shoqëria e informacionit. Edhe për këtë le t'i japim fjalën zotit Dritan Mezini nga Shoqëria Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Mirdita, falenderoj organizatorët për këtë aktivitet edhe për këtë tematikë shumë interesante, njëkohësisht edhe për parafolësit, të cilët në fakt ishin shumë frymëzues, edhe me temat e tyre, po dhe me ato çka ato sugjeruan. Unë përfaqësoj shoqërinë shqiptare të teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit, domethënë është një grup nga bizneset, kryesisht nga bizneset private, të cilat janë të specializuar në fushën e zgjidhjeve informatike, të teknologjisë, të hardware-is ose shërbimeve në këtë drejtim, por njëkohësisht kemi antarë tanë edhe disa universitete. Ajo që unë doja të thosha është që kur vjen puna te digitalizimi ose te teknologjia e informacionit, kjo është një transformim i pafundëm, nuk duhet të presim, nuk është çështje që ne po presim tani ardhin e zgjedhjeve ose domethënë nga këto situatat që ndodhin një herë në kaq kohë, por çështja e transformimit digital, çështja e digitalizimit është një problem i përditshëm, i cili duhet ngritur dhe duhet të jetë pjesë e çdo lloj agjende në çdo lloj kohe. Nëse ne do të flasim për ajo që do thosha unë është që duhet të jetë një mënyrë të jetuari. Nuk ka një fillim, një fund, por është tamam një mënyrë të jetuari. Në këtë drejtim unë doja të thosha që ka ndodhur janë 4 aspekte ose janë 4 shtylla në të cilat do të propozonim, ndoshta vazhdimin e disa ndryshimeve të mëtejshme, siç është biznesi privat, do të thosha digitalizimi ose transformimi tek biznesi privat, tek qeveria, tek njerëzit, tek ajo që është e rëndësishme tek kapitali njerëzor, po dhe tek jo vetëm tek universitetet, por në përgjithësi tek sistemi i edukimit, kudo që edukohen brez me dije, aftësi digjitale, me njohuri digjitale. Por jo vetëm tek studentët, por kjo do të shtrihet edhe tek pedagogët e trajnerët, atë që e përmendi parafolsi pak më herët që tha do vi një moment që ky brez i alfa do të flasë komplet një gjuhë tjetër në krahasim me pedagogët. Për më tepër që sot teknologjitë e reja lindin edhe do të thoshim lindin, zhvillohen, implementohen shumë shpejt, edhe nëse ne nuk e kapim atë ritëm, ne do të ngelemi gjithmonë mbas implementimeve të saj. Tani, ajo që ka ndodhur në fakt vitin e kaluar dhe që ka ndryshuar, që ka provuar atë për cilën ne kemi folur për shumë kohë, ka qenë pikërisht pandemia, e cila tregoi dhe ishte tregoi që ato kompani të cilat kanë qenë të digitalizuara ose të cilat kanë menduar për digitalizimi jo në kohë krize ose në kohë pandemike, arritën që të përballojnë situatat e vështira që u krijuan gjatë kohës së pandemisë më lehtë se të tjerat. Nuk po them pa pasoja, por më lehtë, por ka pas edhe ato të cilat e kanë kaluar në atë periudhë kur të tjerët vuanin, këto edhe u zhvilluan ose nuk po them përfituan, por transformimi digital i tyre i ndodhur në kohë më herët, fillohet dhe të tregojë të japë rezultatet e saj. Sipas studimeve të kryer nga Business Albania, të paktën në Shqipëri, ndikimi i pandemisë ka qenë i thellë tek ndërmarrjet shqiptare, ku rreth 69% e tyre u goditën plotësisht ose pjesërisht, rreth 83% ndryshuan mënyrën e ofrimit të biznesit, një pjesë e tyre as nuk e kishin menduar ndonjëherë më herët, që edhe ky është një problem tjetër. Ndërkohë që u rezultoi që qasja nëpër financa nuk ishte e ulët, ku si dhe 68% e bizneseve provuan që ra kërkesa për produkte dhe shërbime gjatë kohës së pandemisë. Kishte sektor si turizmi, bujqësia, transporti, arsimi, shëndetësia, të cilat u goditën shumë rënd, ndërkohë që industria e teknologjisë informacionit dhe komunikimit, ne si industri, reaguam shumë mirë, reaguam mirë gjatë saj, përkundërse ne i erdhëm dhe në ndihmën e sektorit privat,
edhe industrive të tjera për të tejkaluar këtë lloj situate të vështirë. Këto qoftë në nivelin lokal, por qoftë në atë nivelin global. Dhe ajo që unë thash pakës më herët që kompanitë më të digitalizuara arritën të tejkalojnë këtë situatë, tregon që sot fjala çelës për zhvillim, për qëndrueshmëri, për konkurrueshmëri, për transformim, për përqasje në ndryshim, duhet të jetë, domethënë në gjithçka duhet të jetë digitalizimi. Unë nuk dua, domethënë, po edhe si cross-cutting, por edhe diçka në vetvete, domethënë nuk ka sot zhvillim nëse nuk ka digitalizim. Disa ndryshime që propozojmë, nuk do të thosh se ndryshim duket sikur nuk ka ekzistuar edhe papritmas do të ofrohet. Unë do të thosha disa iniciativa në vazhdimsi, për të cilat ne duhet jemi edhe më, si më thonë, edhe më agresiv në realizimin e tyre, për ne si sektor ngelet transformimi digital, që duhet jetë prioritet i biznesit privat. Do të thonë, biznesi privat, aty fillon ndryshimi, do të thonë që duhet kuptojnë që nëse nuk investojnë në transformimin digital, nuk ka zhvillim, nuk ka konkurrueshmëri, etj. etj. Për këtë, ato duhet që të kenë buxhete të dedikuara për transformimin, planifikime strategjike, edukim të personelit, mbështetje në investime e të tjerë. Ajo që ne mund t'i kërkojmë institucioneve shtetërore është që t'i njohë këto ndryshime, t'i njohë këto investime, të njohë investimet që bëhen për kërkime shkencore dhe brenda vetë organizatave private, jo vetëm në nivel universitar, të njohë investimet që bëhen dhe në bashkëpunim me universitet, me biznesin privat në fushën e kërkimeve shkencore, me qëllim që edhe ne si biznes privat fillojmë të flasim një gjuhë tjetër të avancuar, do të thënë se do vi një ditë që nëse djali i Fationit nuk do flisë me zyshën, ne do vi një ditë që nuk do flasim dot me botën jashtë, do të thënë gjuha që ne do përdorim do të jetë paksa e prapambetur nëse ne nuk investojmë thellë në këtë drejtim. Një diçka tjetër do të thoshë që digitalizimi është prioritet kryesor i qeverisë shqiptare dhe qeveria në vetvete duhet ta ketë. Është fakt që e-Albania ka ndryshuar pozitivisht atë hartën e shërbimeve. Zoti Mezini, ju lutem respektimin e orarit. E kohës në dispozicion. Një minutë vetëm. Edhe se ky orari është faleminderit. Në këtu do të sugjeroja që krijimi një këshilli kombëtar të digitalizimit me përfaqësues nga sektor, aktor kryesor të ekosistemit do të kishte edukimi vazhdueshëm, lidhja pasaj edhe universiteti, kurrikulat, edukimi formal ose jo formal. Megjithatë, ndryshimi i fundit më kryesor do të thoshte që është rritja e cilësisë zburimeve njerëzore në fushën e teknologjisë informacionit, është hallka kryesore, është ajo majaja që i mban të gjitha këto strategjira, do të i bën të qëndrueshme edhe i jep edhe garanci për të ardhmen. Unë këtu do të thosha që duhet mbështetje për edukimin profesional në gjitha nivelet duhet të jetë, duhet të krijohen dhe incentiva që kudo që investohet për digitalizim, të shikohet dhe mundësia se si ato të mbështeten në vazhdimsi. Dhe duhet mbrojtur dhe ajo që quhet brain drain, do të thonë që është një fenomen shumë tek fusha jonë, në të cilën të krijohen dhe lehtësira fiskale për të gjithë ekspertët e mirë të fushës teknologjisë informacionit që mjafton të identifikojnë që janë dhe papritmas shikojnë që janë ose në Gjermani, ose në Itali, ose në Zvicër, ose diku. Kudo janë vetë se nuk janë këtu. Megjithatë, unë do të falenderoja shumë për koha ikën dhe faleminderit për kohën që më dhatë. Zoti Mezini, shumë faleminderit për fjalën tuaj. Është e vërtetë që pandemia ka goditur shumë bizneset shqiptare, por krizat shihen edhe si një mundësi shumë e mirë dhe janë vendosur vërtet të gjitha bizneset përballë sfidës shumë të madhe për të digitalizuar edhe për të ofruar dhe shërbime shtesë, siç mund të jetë e-commerce. Kështu që në këtë drejtim le të jetë kjo një mundësi edhe kjo krizë si një oportunitet që bizneset të vrapojnë, të bëjnë investime të duhura edhe me ndihmën e qeverisë apo të gjithë aktorëve për të kapur këtë një shans të humbur për të bërë më konkurrues. Do të falenderoja të gjithë referuesit. Mund të thosha që e-commerce tani ne na duket e re, po tashmë është një gjuhë e vjetër. Sigurisht. Dhe jemi kaq shumë brapa sa që ta fillojmë nga diku. Konsiderojmë e-commerce, do të thotë konsiderojmë e-commerce, do të thotë si gjuhë të re, dhe me vërtet jemi 20 vjet brapa. Industria ushqimore ishte hapi i parë, le të themi, një sektori që kaloi dhe nëse nuk kalohet në e-commerce, pak në një proces të plotë e-commerce, duhet të nxitojmë nuk mund të kalojmë në hallka të tjera të zhvillimit të teknologjisë apo digitalizimit të shërbimeve.
padyshim. Zëri Mezini, unë i falenderoj për fjalën tuaj, falenderoj të gjithë referuesit që ndanë opinionet e tyre në këtë sesion dedikuar edukimit, kërkimit shkencor, por dhe medias. Do shkëputemi për pak minuta për të respektuar edhe masat anti-Covid dhe për të bërë ajrimin e ambienteve, për të vijuar më pas me sesionin e radhës me tjera tematika. Faleminderit sërish. Faleminderit.